Jo, unë po komplet zona, ku se unë i kam mati ta me durt mirë. Edhe kanë dalë i tash. Tash i kanë dalë mirë ballë kanë bose. Është një anë e mirë se na hap rrugën për me bëj ata certifikata. Ma ka lënë gjyshi. Por gjata pi gjë s'kam. E kur s'kam të pi unë, do ta bgjeri këtë pi. Për nej është e do pasdoshme kjo letë që na kanë dhënë. Jena shumë qetë, era, bëjmë mallin tonë, se pas nesit në desë fëmijët tonë në shesin, po ja ta pisë. Kja është kryesore. Po, ka dalemi. Faleminderit për shtetit që na boni me letrat. Ma qetë, se dim se kena letrat e banisë. Komuna ka po punën vetë. Faleminderit se edhe për erdhi. Lajmi mirë është që kanë përfituar rreth 200 familje legalizimin, që e presin pa herë me vite këtë pjesë, edhe më në fund ju llonë zgjidhje dhe po vazhdojnë prapë me punën edhe për familje tjera që do të përfitojnë. Ky falënderim i veçantë shkon për kryetarin e bashkisë, sa herë që kena nevojë na gjindet pranë dhe për drejtoreshën e kadastrës dhe krejt stafin e saj që bënën mundin e përpunojnë pa pushim për pjesën e njësisë administrative postëri. Ne si zonë jena 99% për mas 100% zonë autoktone, historikisht banorë që kanë jetu aty dhe më në fund për ju njihet prona atyne që kanë banë tokat e tyne me vite dhe kjo është një lajm i mirë shumë.